Alba Story prezanton. Përshëndetje. Kushdo që ka punuar në ndërtim në Tiranë e di shumë mirë se çfarë do të thot pluhur. Është ai lloj pluhuri i bardhë çimentos që të futet në çdo pore të lëkurës, të thahet në flok dhe nuk të hiqet as pas 2 dusheve. Unë jam 26 vjeç dhe prej 3 vitesh jeta ime ishte kjo. Vetëm skela, kalepe betoni, hekura dhe dielli i Tiranës që të përvelonte mbi kokë nga maji në tetor. Por mbi gjithat zhurmë betonierësh dhe vinçash qëndronte kulla e mbërthyer me xhama. Ishin zyrat qendrore të kompanisë sonë. Në katin e fundit të asaj kulle qëndronte ajo, drejtoresha. Ajo është 49 vjeçe, e kur zbriste në kantier një herë në muaj për inspektime, i gjithë vendin ngrinte. Ishte e bukur, elegante, me kostumet e prera në perfeksion dhe me një palë syze të errta që nuk i hiqte asnjëherë kur ishte jashtë. Zëri i saj ishte vendimtar, autoritar, nga ata zëra që nuk bërtasin kurrë sepse nuk ka nevojë. Mjafton një fjalë e saj dhe inxhinierët ulnin kokët si nxënës shkolle. Për mua, ajo ishte thjesht një femër në fund të faturës sime të rrogës, deri në atë të enjte të çuditshme të mesit të prillit. Isha duke lidhur disa hekura në katin e dytë të një pallati të ri, kur vjen përgjegjësi i turnit i zbeh në fytyrë. Lëri ato më tha, të duan lart të zyra qendrore. Pse, e pyeta, duke fshir duart pas pantallonave të mia të punës që ishin bërë hartë nga njollat e grasës. Nuk e di, me mori sekretarja drejtoreshës. Shko ashtu siç je e mos u vono, ashtu than, më tha përgjegjësi. Rruga në ashensorin e xhamit për në katin e 10 ishte si të kaloja nga një planet në tjetrin. Sa me lart ngjitesha, aq më shumë zbehej zhurma e rrugës dhe zëvendësohej nga një qetësi absolute. Kur e hapa derën e zyrës së saj, me goditin e fytyrë, ajri i kondicionuar dhe aroma e kafes. Zyra ishte e madhe, e rrethuar me xhama që shikonin të gjithë qytetin. Ajo ishte e ulur pas një tavoline të madhe të drurit, po lexonte disa dosje dhe mbante një stilolaps në dorë. Ulu, tha ajo, pa ngritur shikimin nga letrat. Qëndrova unë në këmbë, i thash, drejtoresh, jam me rrobat e kantierit, do bëj piskoltukun e lëkurës. Ajo ndaloi së shkruari, e la stilolapsin ngadalë mbi dosje, ngriti kokën, hoqi syzet e saj të leximit dhe më pa me një vështrim që më skanoi nga maja e kepuceve me maje hekuri. Më shikoi pantallonat e pluhurosura, e deri tek balli im i djersitur. Nëse e bën pis, kompania blen të ri, më tha ajo me një qetësi të ftohtë. Unë thash ulu, dhe ula. Koltuku i bardhi lëkurës kërsiti në peshën time. Ndihesha si një ujk pylli që e kishin futur gabimisht në një salon aristokratësh. Të kam ndjekur, më tha ajo, duke mbështetur bryllat mbi tavolinë e duke kryqëzuar gishtat e saj, ku shkëlqente një onaz me diamant. Kam lexuar raportet e inxhinierëve për ty. Je 26 vjeç, por punon sikur të kesh një kredi 20 vjeçare mbi shpatulla. Përse punon kaq fort, me pyeti. I thash punoj sepse ju me paguani për këtë gjë. Nuk doja t'i jepja përgjigje filozofike një gruaje që drejtonte miliona euro. Ajo qeshi, por ishte një buzëqeshje e vogël cinike nga ato që vlerësojnë një përgjigje të zgjuar. Me pëlqen pragmatizmi yt, më tha ajo. Unë ngrit nga tavolina, kishte veshur një fund të zi, pak në ngju dhe një kemish me ndafshi të bardhë, eci drejt një makinerie kafeje në cep të zyrës. Inxhinierët e mi janë të mbushur me diploma,
por nuk din të lexojnë punëtorët e tjerë në kantier, dërsa ti e kam vërejtur që di shumë mirë. I mori 2 filxhan të vegjël dhe erdhi drejt meje. Vendosi njërin përballë meje mbi tavolinën e ulët të xhamit, e pastaj me lëshoi një dosje ngjyrë blu. Hape, urdhëroi ajo. E hapa me duart e mia të ashpra. Ishte një kontratë e re. Titulli thoshte përgjegjes i sektorit B, ndërsa rroga me ishte dyfishuar. Unë nuk e besoja, të ngriheshen nga punëtor krahu në përgjegjes sektori pa mekë dhe pa shkollë të lartë në një kompani kaq të madhe ishte anomali. Po pse unë e pyeta duke ngritur shikimin drejt saj? Ajo nuk u kthye te karrigi i saj, por u mbështet tek cepi i tavolinës së saj të madhe, pak hapa larg meje, duke më parë përsëri nga poshtë e lartë. Të zgjodha ty sepse je i uritur, me tha ajo, me zërin që i mori një ton tjetër me të ulët e me personal. Njerëzit e ngopur bëhen dembel, ata vinë e zyre, rrinë në telefon dhe presin orën 4 që të ikin. Ti jenë nga ata që nuk e kanë problem të fusin duart në beton për të zgjidhur punë. Mua me duhet dikush që rri me këmbë në tokë, por që ka ambisje për të ngjitur lart, më tha drejtoresha. Por në këtë moment, atmosfera në dhomë ndryshoi. Nuk ishte më thjesht një bisedë rroge, ishte një sfidë. Ajo po përdorte pushtetin e saj, jo për të më friksuar, por për të parë se si do të reagoja unë. Gratë e këtij niveli nuk duan lojra, ato duan të shohin nëse mund të ambash vështrimin pa ju ulur syt, ka gjë e dija. Unë ngritet nga koltuku, e tani ishim në të njëjtin nivel. Unë i papastër, i ashpër, e i djersitur, ajo e kuruar deri në detajin e fundit. E mora kontratën e re dhe i ofrova tavolinës së saj. Unë përgjegjes sektori, i thash, duke i rënë letrës me gisht. Kjo do të thotë që unë nuk jap llogari tek inxhinierët, por të jap llogari direkt ty. Sakt, më tha ajo, pa bërë asnjë hap me pas. Sytë e saj ishin bërthyer tek temit. Ajo zgjati dorën drejt meje e nuk e prisja këtë lëvizje. E gishtat e saj, me thonjë të lyer, në një ngjyrë neutrale, kapën zinxhirin e i lekut tim fosforeshent të punës dhe e tërhoqi pak. Po mendoja diçka, më tha ajo. Nëse e ke guximin, ta drejtosh këtë kantier, apo nëse kjo kontratë të tremb. Ajo po luante me mua, po testonte ujrat për të parë kufijtë e mi, por kjo nuk ishte një histori me përgëdhelje e shiqime të trishtuara. Nuk ju largova, thjesht qëndrova aty. Kontrasti i lëkurës sime të gërvishtur me lëkurën e saj të lëmuar ishte një imazh që e përmbledhte të gjithë thelbin e asaj zyre. Unë nuk kam frikë nga përgjegjësitë moj drejtoresh, i thash, por zëri im po më dridhej. E mbajta tonin, po aq të vendosur sa të sajin. Ajo buzëqeshi, por jo me atë nënqeshjen e ftohtë të drejtuesit, por me një buzëqeshje të mirëfillt. Fjalë të mëdha për një djalë kaq të ri, më tha ajo, duke ngushtuar edhe më shumë distancën mes nesh, aq sa mund të ndjeja pastërtinë e ajrit rreth saj. Mosha është thjesht një numër në dosjen e burimeve njerëzore. Ja ktheva me një herë, duke mos i lënë asnjë sekond avantazh në këtë lloj fjalësh. Nëse nuk ma ke besen, përse më solle këto? Ajo nuk mu përgjigj me fjalë. Ishte një grua që kishte kaluar dekada duke dhënë urdhra, e mësuar që çdo kush t'i bindej asaj. Por aty përballë meje, ajo nuk kërkoi të jepte një urdhër. E rrotulloi pak dorën e saj poshtë dorës sime, e gishtat tan u ndërthuren. Më shikonte drejt në sy me një intensitet që e bënte gjithë zyren e madhe të dukej shumë ngushtë. Nuk kishte hezitim tek ajo, nuk kishte asnjë grimës ndrojtjeje apo turpi. Ishte vendosmëria e një njeriu që di fiks se çfarë kërkon. Nuk prita më. E lash kontratën mbi tavolinën e saj.
I thash në rregull. Do pranoj çdo gjë çfarë të thuash ti. Tani jam përgjegjës si yt. Hapa krahun tjetër dhe tërhoqa nga beli, duke anashkaluar çdo rregullore apo hierarki kompanie. Kur buzët e mia takuan të sajat, nuk pati asnjë ngurrim. Ishte një puthje e fortë e menjëhershme e ndërtuar mbi atë lloj tensioni që akumulohet kur dy njerëz të fortë provokojnë njëri tjetrin për gjysmë ore rresht. Ajo ul mbi tavolinën e saj. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.